Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, tha sot se punonjësit e administratës që kanë dëshmuar në SPAK për çështjen e zëvendës kryeministres Balluku përkërcënohen të ndryshojnë dëshminë. Deklaratën ai e bëri gjatë një konference për shtyp, ku i kërkoi sërish dorëheqjen kryeministrit Rama, për të cilin tha se po bën grusht shteti. Intimidohen dhe thirren si në zyrat policisë sekrete, punonjës të administratës të cilët ose duhet ndryshojnë dëshmitë e tyre, ose nuk duhet dëshmojnë apo të thonë ato që porositen. Presioni jashtëzakonshëm bëhet mbi gjykatën kushtetuese. Pra, Edi Rama, për të mbrojtur veten e tij, krimet e tij, po shkon drejt grushtit të shtetit, asgjësimit de facto të drejtësisë në Shqipëri. Duke dënuar me forcën më të madhe këto qëndrimet papërgjegjshme, i kërkoja atij menjëherë dorëheqjen dhe largimin e tij nga posti i kryeministrit. Ai është sot njeriu më i rrezikshëm për shqiptarët dhe jo vetëm për shqiptarët, por me lidhjet e tij të krimit, ai përbën një rrezik të madh për rajonin dhe më gjerë. Berisha bëri thirrje sërish për një pjesëmarrje masive në protestën e dytë kombëtare të opozitës që do të mbahet në 24 janar. Partia Demokratike u bën thirrje shqiptarëve. Sot më shumë se kurrë të flasin me zemrimin e tyre, të flasin me guximin e tyre, të flasin me ndjejat e dashurisë tyre për këtë vend dhe të ardhmen e shqiptarëve me datën 24 janar në protestën kombëtare të thirrur nga opozita për këtë qëllim. 2 ditë përpara protestës së opozitës, gjykata kushtetuese do të mblidhet në seancë plenare për të vendosur lidhur me një kërkesë të kryeministrit Rama, që kërkon shfuqizimin e masës, pezullim nga detyra, që GKKO vendosi ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku.